ndaçi me pa një njeri të degraduar në natyrën e tij, dhe ndoshta është në më degraduar të natyrës njerëzore ai i cili ka etje për pushtet. Vreni këto politikanë tanë. Me këtë situatë që është kriju në vendin tonë nuk bën gjë tjetër vetëm tregojnë e më vjen keq për ta, sepse më duken shtresa më ignorante, më ult e popullit shqiptar, sepse ju jepet i fije pushtet njerëzit e kanë këtë bujari, po ma ta jep mundësinë, ushtroje të mirën, ja, si me mbledh vetëm për veti. Edhe nuk është problemi tek ajo që ka mbledhit, por problemi se nxjerrin e pa, varfëninë e shpirtit të tyre, atë mizerën e mbrëmshme, njerëz të cilët jetojnë vetëm thjesht me pas diçka, e shpërfitojnë natyrën e tyre disa ti përfunduan në burg. Si më në burg ti? Të kena votu për me na bë mirë, se kena problem, më bani mirë edhe vetit. Por mas abuzot deri në atë pikë, sa që me marë në qafë, e me ahek ka shate në gojë sidomos atij i cili lofton, ashpër çdo ditë, për me pas bukën e përdiqme. Aty është e pafalshme. Mëkati çon vdekje. Prandaj mëkati korrupsionit çon burg. Çon burg. Thot Krishti, herë ta vonë çdo gjë do të dalin dritë. Kanë etje për pushtet shkretit. Prandaj edhe devijojnë. Si s'doli një me thonë kam etje për me shërby, se ma shdan mundësia me shërby. Krishti thot, dhuro, se do të dhurohet, beso, e s'do të mungojnë asgjë, po jo më lidh grumëlla për veti. Kur pushtet? Nuk ka një provokim, një tonim, ma të kesë se sa i pushtetit. Krishti, me qëndru besnikatit, me dashtate, dhe një që i qëndron besnik Zotin, mbes Zotit, sa e është e mira vetit, e mira çdo kujt që ka të bëjë me te, është edhe e mira shoqënisë e njerëzimit.